Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme në fakt në minutat e fundit u detyruam të ndryshonim skaletën për shkak të një rasti urgjent që mbriti në ambientet e Report TV ku një 53 vjeçar nga Tirana i shqetësuar ka mbërritur pranë televizionit ton dhe ka denoncuar se para ditën e sotme bashkëshortja e tij me 2 vajzat janë larguar nga banesa dhe ky baba nuk ka asnjë informacion se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e tyre. I shqetësuar 53 vjeçari ndodhet me mua në studio, por ka vendosur që imazhin ta ketë mbuluar dhe të mos identifikohet, pasi punën e të cilën ai bën, shoqëria që e gjerë mund të jetë në kryeqytet mund ta njohë, ai nuk ndihet mirë dhe kjo është arsyeja që sot ai ka vendosur të jetë me imazh tërësisht i mbuluar dhe unë dua ta përshëndes. I dashur, përshëndetje dhe kokën nuk do ma kthesh mbrapa, sepse mbrapat janë kamerat që janë fokusuar tek mua. Përshëndetje. Më vjen shumë keq do rish i qetë. Nëse ti nuk do të identifikohesh, regjia në mënyrë absolute nuk ka për të afruar kamerën dhe të nxjerrë portretin tënd dhe këtë gjë ta siguroj unë. Kështu që riqet për të folur të dy së bashku. Ke ardhur për të bërë një denoncim sepse para ditën e sotme kur je kthyer nga puna, ke gjetur derën e kyçur dhe brenda nuk ka qenë as bashortja dhe 2 vajzat. Po. Ke gjetur një letër në shtëpi. Po. Çfarë shkruhesh në atë letër, sepse më lejon ta lexoj? Po. Atëre, letra që ti ke gjetur në shtëpi, regjia do na ndihmoj ta kemi edhe letrën. Më lejon të ulemi, ti jemi më komod dhe të flasim të dy, atëre mund të kthehesh nga mua, ti jesh më komod dhe ti. Po largohemi jashtë shtetit, sepse kemi gjetur punë. Po marrim dhe mamin me vete. Pra, i bie që këtë letër e ka shkruar një prej vajzave. Nuk e kemi bërë deri më sot, sepse kemi pritur ndryshim nga ty. Dhe pse mundësi për të punuar jashtë kemi pasur gjithmonë, edhe mamin nuk do e linim këtu, duke u përballur çdo ditë me sherrë dhe ofendimet e tua të pafundme. Shtëpinë e kemi shitur dhe u rregulluam për vete më në fund. Një jetë të re, pa sherrë të përditshme, pa ofendime, pa borxhe në shtet gjithë jetën dhe sidomos pa dhunë psikologjike, madje dhe fizike, si dhe kërcënime. Ne, gocat e tua, nuk të urojmë asgjë të keq e ty. Mjafton të japi Zoti atë që të ka bërë risk, të japi asgjë më tepër se çfarë ti na ke dhënë ne gjithë jetën. Pasaportën mamit ja kemi bërë ne. Pra që nga larguar, nga Shqipëria i bie. Zërin mund ta ngresh dhe të flasim lirshim që të dëgjojmë. Është njoftuar regjia, riqet, jemi në transmetim live. Riqet, kështu që mund të flasim dhe unë të dëgjoj qartë, sepse nuk të dëgjoj qartë. Atëre, me sa kuptoj nga kjo letër i dashur, 2 vajzat e tua dhe bashortja kanë ikur nga Shqipëria. Dje, në darkë, në orën 12:30 për qërek, atëre dhe goca shtëpia e vogla, dhe më tha, erdhi goca, me më nderën, natën, se unë marrë shampunë. Ju keni punë që jeni natën në punë, po? Edhe më tha, goca erdi, komesazhin këtu, goca erdi, me më nderën. Bashortja, pra, bashortja juaj ju ka dërguar një mesazh, mbrëmjen e djeshme, rreth çfarë ore? 1 për qërek. Të natës, po? Goca erdi, me më nderën, janë në tjetër kaqë. Dje, kur i ka për punë, normal, si për ditë, dhe që merë goca të bëhet lafje, edhe i bëja ledhe që me qenë 2 vjeqë. Par ne ko mërë dhe nësë të vlajnë të vete. Par ne ko mërë dhe atë që nuk ka shonë që nuk e di. Por, ajo flas për vajzën, ju keni 2 vajza. Moshat e tyre janë 27 dhe 26 vjeç. Janë të rritura. Nëpërmjet këtij shkrimi, ju arrini ta kuptoni që këtë letër kush e madhe. Vajza e madhe, 27 vjeçarja. Nuk e di nëse më lejon inicialet e vajzave të jap? Po. Atëre vajza e madhe me inicialet XP, që është 27 vjeç, ka lindur në Tiranë, të ka shkruar këtë letër ty si baba dhe të ka treguar që janë larguar me nënën dhe me motrën tjetër të vogël.
ju shkrua në letër se ju akuzon më saktë se ne po largohemi që mos kemi më dhunë psikologjike dhe fizike. O dita, edhe se s'ma beti. Në ka njeri në këtë botë, si janë ditë ato kalamet e mi, nëse kanë qenë të dy në punë, mbi 10 vjetë në punë. 10.000 lekë si ka morë, ja kam lënë rrogën të dyjave, e manin vetë. Rrogat, kur një time ja, me i mori 10.000 lekë. Por si erdhi papritur një ditë, unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme, edhe pse ju jeni, le të themi, nuk doni të identifikoheni, unë jam e sigur që nëse dy vajzat dhe bashkëshortja juaj është duke na ndjekur, me njëherë do e kuptojnë që jeni ju. Dhe unë uroj që ditën e sotme ato të na telefonojnë dhe të reagojnë dhe ju të keni një komunikim me vajzat dhe bashkëshorten për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Por ju më thoni i dashur që nuk di asgjë, më erdhi si një bombë e papritur. Por një ditë papritur, vajzat të lëri këtë letër dhe të largohet pas një lloj shkaku, se nuk është larguar vetëm një vajzë. Edhe gruaja dhe vajza tjetër. Po. Edhe unë po them. Dje. Nga ora 2, që unë nisëm për punë. Babi hongër të bukë, ka lopshit një në tjetër. Me mamin, atyre. Biles. Unë i thënë, se nuk du ka që me vete, bene se nuk syet. Vetëm të lutem, të angrish pak zërin që unë të të dëgjoj. Nuk të dëgjoj qartë. Mere, orë ushimin në boni gati, si për ti dhe si përgjoj. Keni patur asnjë konflikt? Asi gjë. Asi gjëja. As me bashkëshorten tuaj? Me gocat nuk bëhet lavje. Me ti ofendoje. Qynë kur kanë qenë të voglat, vetë bashku s'kanë lonë. Biles nuk se thotë më se alemi, thëja gotë, t'ishin, bën qep. Më temi 10 vjetë në punë të dyja, 10 vjetë si kam bërë. Çfarë dyshoni ju si baba? Do të çfarë kanë bërë se është pak Çfarë ka ndodhur sipas jush? Unë po gjarë, unë po rejën. Jo, çfarë dyshoni? Pse vajzat? Nuk e di. Të lutem, unë nuk të dëgjoj qartë. Nuk e di. Nuk e di dhe vetë. Nuk e di dhe jam, tash, çdo gjë mund të pris, jam këtë botë, në këtë jetë, çdo gjë mund të pris, vetëm këtë jo. Vetëm këtë jo. A keni bërë një denoncim në polici? Jo. As ofendime, as i që. Tash e dhjetë tjetër. Ka 10 vjetë. Vetëm kemi një problem, ne nuk dëgjohemi. Regjalet ma nxjerri dhe një letrën full, unë do ta lexoj dhe një letrën për të rregulluar dhe mikrofonin e zotris. Të lutem, mikrofonin nuk do ta prekësh me dorë. Jo, nuk do ta prekësh me dorë, sepse kur ju e prekni me dorë mikrofonin, unë nuk dëgjoj asgjë, nuk dëgjohemi. Atëre, që të shpjegoj, jemi në transmetim live. Atëre, të shpjegoj. Të lutem, të shpjegoj dhe më dëgjoj me vëmendje. Imazhi juaj është i mbuluar. Pra rriqet, siç po rri tani, kështu mund të komunikojmë bashkë. Zëri ngrihet të plot që unë të dëgjoj dhe nëse gruaja juaj me fëmijët, dy vajzat janë duke na dëgjuar, edhe ato të na dëgjojnë dhe të reagojnë. E kuptoj që je shumë në siklet, e kuptoj që nuk do të identifikohesh, por po të them që nuk identifikohesh sepse regjia është e kujdesshme. Dhe përderisa unë të kam pak metër larg dhe unë nuk të dëgjoj, do të thotë që ne nuk dëgjojmë fare në transmetim. Era çdo gjë mund të prisja po temi në këtë botë. Çdo gjë, vetëm këtë jo. Sepse asnjë lloj arsye, tash debate shtëpia ka. Jo, patjetër, por çdo njeri ka debate në shtëpi dhe ka debate dhe diskuton, por këto debate kalojnë në ofendime në Qimin e flokut me aprek jo. Qimin e flokut me aprek jo. Në botë. Aq mirë, nuk e di. Dhe nuk më lanë asnjë lloj që dyshoja. A keni mundur do t'ju të flisni me familjarët e bashkëshortes? Si ka. Edhe nona dhe baba i kam tek. Vlezër, motra, nëse ajo I ka? ka jashtë. A ke mundur do të lidhesh këto orë? Nuk ka lidhje me ato fare. Jo, ndoshta... Jo, nuk ka lidhje me ato. Po temi te. Që ishte i diçka që nuk e... s'kishte arsye, se po t'kishte arsye, po. Edhe unë s'kisha pse të vje këto, po t'kishte arsye.
Ju e besoni që kjo letër që keni gjetur në shtëpi është shkruar nga vajza juaj? Po. Por pse duhet ta bënte vajza juaj? Duke ditur që ju po më tregoni që keni qenë një baba shumë i kujdesshëm, një baba që e keni toleruar, keni bërë gjithçka për vajza. Pse një vajzë do ja bënte babait të vet këtë? Se kjo nuk është një shaka. Jo, le të dali aty tani, edhe le të dali, ndose merë. Dhe i kam që dhe mesazhe të 3 telefonat e fikë fare. Merë më pëthë arsyen pëse. Arsyen pëse, kaq. Ti ke tentuar këto orë, i telefonosh, Për gjithë para ditës. dhe telefonat rezultojnë të fikur, po nëpërmjet WhatsAppit, aplikacioneve të tjera? Gjithë. Thashe dhjera. Sepse nëpërmjet i denoncimi në polici që ndoshta duhet kalojnë 24 orë dhe nuk janë mbushur 24 orë, nëpërmjet sistemit tim skuptohet nëse kanë udhëtuar jashtë Shqipërisë apo janë akoma në Shqipëri. Ju vetë si baba çfarë dyshoni? Sepse në këtë letër ajo që unë kuptoj është që ato kanë para me vete, kanë shitur një shtëpi, bëhet fjalë për kë shtëpi? Shtëpinë e nënës vetë. Bashortja ka shitur shtëpinë e nënës, se ka humbur nënën nga kjo jetë. Që do thotë kanë shitur një shtëpi dhe kanë para me vete. Si mas asaj, po mu s'ma amenja, sepse sot mjes, kur shkova këtë shtëpia, atje, fus qeqin e shtëpis, nuk u fus të qeqin e shtëpis, të shtëpia atje. Po, e vjerës, të ndjerës? Po, nuk u fus të qeqin e shtëpis, atje. Po, ku ikëm, një pejqare këtë notës, mesazhi, ku ikëm, në 7 mjesit të një qa shtëpia, ku ikëm. Kjo ka qenë e bome, do më thonë, ditë për para. E planifikuar nga ana e bashortës, pra e që ti kërkon sot është pse nuk të kanë njoftuar për para dhe ta tregoni këtë gjë nëse doni të largoheshin prej teje. Sepse edhe rrobat, kur ikën jashtë shtetit, sepse në bushatis gjithë dollapet. Dhe do të pyesja për këtë gjë. Kanë marrë sende nga shtëpia? Po, gjithë. Rrobat gjithë. Dhe këto janë po në mënyrë graduale, dal nga dalë. Unë s'ka ranë si fare. Ishtë ka qenë një gjokë shumë. Pse e dyshon që është bërë në mënyrë graduale? Ti mendoj që ato mund t'jenë akoma në Shqipëri, kanë marrë një shtëpi dhe jetojnë në Shqipëri? Po. Por nëse ndodhe në Tiranë, i diti do përplasesh me ato, nuk mund të fshihesh dot babait, apo bashkëshorti ati fshihet bashkëshortit, brenda një qyteti. Qënë ka. është ma beti këtu, gjëja me mirë të ishte dhe unë të ishe i qenë. Po ti, tuk, ma beti. Në rejtë. Dako. Më lejon të pyes si ka qenë marrëdhënia juaj me bashorten? Vetëm asë zote nuk e veja më dhe. Zote në lartë nuk e veja. Le me kota tjera, i bëja letët që këmë qenë 2 vjetë. Le dalën, mori telefonët tonë, i pusha komët, darë për darë. Të dyjave i pusha komët. Pra, ti sot ka ardhur në televizionin tonë Report TV, thjesht që ato të telefonojnë. Dhe të tregojnë arsyen pse janë larguar në këtë lloj forme. Kaq, asë i gjë më tepër. Asë i lloj gjëje më tepër. Ti kështë më punë. Komunikim normal, po i këti një babis ato për në të një dytë. Po i këti po punë të marrë, e ka lopshit mirë, ongër të bukë, po babi jo në tjetër. Mirë, babë të saj punë të marrë, e ka lopshit mirë. Mas gjysore, i ke dhe unë punë, mas gjysore. A ke shkuar tek vendi punës ku kanë punuar vajzat, je interesuar? Jo. S'ke patur mundësi sot? Po, jam. Po edhe mas ditë dje, me nusën, me bashortën. Po? Telefon, të fort gjithë pas ditës. Si e ka love, si e boni, një kështu pa. Dhe më me kur du që osë pat, por kur demon të shumë, po me vetë, se mos shtrijes të shumë, e me të prish gjumin kotë. Janë bisedat. Do ftesh gjumin të shumë, të prish gjumin kotë të shumë. Kështu që, kur të zjohës të shumë, më merë vetë. Mori telefon. Jo, e morëm. Jo, dhe s'kom kletit, apo ja po bëj punët, apo kështu. Mirë me në të shumë brejlu. Mori prap, iku me morë gocën. Nga puna? Te që ka shujt letën, po. Flasim për 27 vjeçarën me inicialet GP. Po? GP. Mirë. Po ikim, tha unë
Iku të puna gotës, dhe më ardita, thashe gotës, se po të për natë. Të ma betë të natë. E mjetë e shumë, më regu. Dhe më kur timi shpita do të marë në telefon, më regu. Mori, nga ora 11:05, 11:10 telefon. Dhe më lërë e ardhëm, dhe më me gotës, tha mjullëm dhe derën, tha, po presim gotën tjetër, gotën e vogël. E vogël. E vogël është 26 vjeç me inicialet DP. Po? Ata, po, se gjithmonë qote mesaj që erdi goca, kur isha në punë. Më lejo të them që nëse historia është kështu dhe një bashkëshorte e cila është 45 vjeç, bashkëshortja juaj me inicialet EP, ka folur me ty deri në orët e vona të natës dhe sot në mëngjes kur ti e kthyer në shtëpi nuk e ke gjetur bashkëshorten me 2 vajzat, kjo është një situatë shumë e rëndë. Dhe unë nuk arrit do ta kuptoj se si një 45 vjeçare me 2 vajzat e saj të rritura të largohet në këtë lloj forme, duke lënë një letër në shtëpi me shumë akuza kundrejt jush. Me akuza të rënda, ju kanë akuzuar vajzat, me thënë të drejtën, dhe është larguar në këtë lloj forme. Por ajo që unë dua të them në këtë transmetim live gjithnjë nëse ato na ndjekin, sepse në bazë të kësaj letre kuptohet që ato kanë ikur jashtë shtetit, kanë prerë bileta dhe janë larguar jashtë Shqipërisë. Ti dyshon që jo, nuk ndodhen, nuk janë larguar jashtë Shqipërisë, ndodhen në Tiranë, në kryeqytet. Por unë i bëj thirrje bashkëshortes tuaj, nëse ajo është duke na ndjekur dhe nëse nuk është duke na ndjekur, jam e sigurt që ndoshta ndonjë i afërm i saj do e njoftoj, apo vajzat mund të na ndjekin, të marrë guximin dhe nëse ajo kërkon të ndahet prej teje, nuk ka asgjë të keqe. Siç ka martesa ka dhe divorc, vjen një moment që nuk funksionon më një martesë dhe kalon në divorc. Të marrin guximin, por dhe vajzat e tuaja në moshë madhore, të marrin guximin dhe sot të telefonojnë, ku ti ju ke disa pyetje për t'u bërë, besoj. Mund të drejtohesh pyetjet si bashkëshortes dhe vajzës, mendoj që ato po të ndjekin. Po. Kjo është vetëm hipokrizi. Se të puzësh, leqem 3 ditë me kalamajt. E të vërku, e të bëhë kekurizi. Një në tjetër, bile së sajtë mëndës që thoja të ka babi qulli, thoja ti e zoja në shpisë, një në tjetër. Ove po temi, a ka mund tjetë babë të 2 jave të lejë, 10 vjetë, 10.000 lekë si ka marë. 10.000 lekë si ka marë. Hajde babi do ikim pim kafe, një në tjetër. Nuk e di. Qestë nësë kam këtë botë. Ta një më shmeni që zot me atë kësaj që këtë veshtu zotu e s'ka mundësi. S'ka mundësi. E kuptoj që je i shokuar. Jo i shokuar. Po më duket si andër. Edhe prap nuk besohet që ka nëthë. Jo. Prap nuk besohet që ka nëthë. Sepse, logikisht, nëse do kishte dhunë fizike, ato do kishin denoncuar në polici. Po, mos më qa dhunë fizike. Po, lafe po. Lafe po. Po, qimin e ftokët, ja. Të të bëj një pyetje? Po, me. Është drejta juaj nëse do të përgjigjesh apo jo. Po, zo. Vajza e nis letrën, do ta bënim përpara këtë veprim, të largoheshim, por gjithnjë prisnim një ndryshim nga ty. Qa ndryshimi? Këte do më ndi qa ndryshimi. Ndoshta tani e ngarkuar nga ana psikologjike, por e ke menduar se ndoshta mund të kesh gabuar në familje dhe këto janë pasojat. Po mirë, po ta them. Debate me nuse, po, debate kena bo, po me lafe, jo me dorë. E para, e dyta. Këtë të modhen, kur boja një debat me nusën, kur vite nga puna, hajde që një babë të thonë, hajde, tuk, ma bete. Gjithë e atë rgoja. Modhës, kjo që ka shpit letër. E ka më thimë. Nuk e ti. Nesër do i drejtojnë uniformave blu për të bërë një denoncim? Për largimin nga shtëpia? Ato janë në moshë madhore, sigurisht. Kanë të drejtën e tyre të largohen nëse nuk duan të jetojnë më në atë shtëpi. Po mirë, më mirë. Është drejta vetë. Është drejta vetë, më po. Ure, më ka duk gjithë kjo, si loj, si hipokrizi, si
Nuk e di. Por një lojë që mund ta bëjnë vajzat dhe bashortja, ma më duket pak e rëndë. Po s'kam. Por çfarë do ta bëni këtë lojë? Sepse edhe më beso, edhe unë nuk arri do ta kuptoj, unë bëj shumë histori. Ti më the që unë të kam ndjekur në ekran. Unë bëj shumë histori nga më të ndryshme. Kur kam një djem punë, po teme dhe e tjetër, të më bë bukën gati. Janë kujdesur për ty? Po qalë. Por të kanë baba dhe pa dyshim që e kanë bërë kujdesjen. Nusja. Bashortja. Sa vite martes keni? Keni plot vite? 30. 31 vite martes. Jeni njohur që të rinj? Kalame. Me dashuri jeni njohur? Po. Dhe pas 31 viteve të ndodhi kështu, gruaja të ikin nga shtëpia në këtë forme? Tje e freskë të fare, po teme. Bilës në i thoja le, se nuk dukaj shumë, me, se më punje, se notë është e njënë tjetër. Pim kafe të dy, njënë tjetër. Si për tjetër. Do shta, ke qenë baba i dashur dhe je baba i dashur se më shumë se ty nuk i do askush ato vajza. Nëna dhe ju jeni, prindit janë kryesor dhe unë se vën dyshim që vajzat i do dhe të mungojnë dhe akoma nuk e beson që ato kanë ikur në këtë lloj forme. Edhe letrën. Duket sikur e ka shkruar një tjetër. Ta kishin lënë mbi tavolinë letrën. Letrën duket sikur e ka shkruar një tjetër, besot. Është gjë e pabesueshme në botë. është gjë e pabesueshme. Nuk kam. Ta thash dhe pak më parë, por nuk duat edhe të rëndoj se të kam përballë, publiku nuk e shikon imazhin tuaj, por unë të kam përballë dhe e shikoj që je zverdhur në fytyrë dhe je i shokuar për gjithë ngjarjen dhe nuk është e lehtë që të kthehesh nga puna, ta gjesh derën e shtëpisë kyçur dhe ta shpërthesh atë derë dhe brenda mos gjesh bashorten me dy vajza dhe të ikin nga shtëpia dhe të lënë një cop letër me shumë akuza. Por ndoshta një baba i dashur, mos, po, të dëgjoj. Më kishe lëmë, se kjo është për të abit. Kur unë isha erdhe nga puna, si për e që vija, të math me peshqire, gjitha ndresat e njënën e tjetërën, edhe ndresat e drejkës që unë shtrija kur vija nga puna nga të një trejt, gjitha të kuros me të bo me njënën tjetërën. Isha gjitha bila vatrejqë. Jo, unë e kuptoj që ti s'ke pasur ankesa nga gruaja dhe vajza. Jo, po kur ke diçka, si mund të abosh të punë? Po temi sikur, por ndoshta ato nuk janë ndjerë të lumtura në pranin tuaj, ndoshta ti një baba shumë i dashur, por... Qa lumëtërie është unë? Unë po të pyes, je një baba i dashur se vë në dyshim këtë gjë, por ndoshta me kritikat e tua mund t'i kesh lënduar, ndoshta mund t'a kesh tepruar pak. Paktën me fëmijët, me nusën, si që batohet e bote njënë, por asjeloj ndalimi, vetëm mos haroj një gjë, një fëmijë lëndohet më shumë kur dëgjon babaj që ofendon nënën. Shumë bukur. Më shumë lëndohet një fëmijë, se sa të ofendosh drejt për së drejti fëmijën. Dhe unë flisja me ato. Dhe asjërë, sepse që do që natë unë bisedoja, komunikoja. Dhe asjërë reagime. Se të vogda nuk janë, do të babi, ke gabim këtu, shu që jo njënën tjetër. Nuk ka njëllë që pa diskutu me ato. Nga kjo letër në kuptoj që vendimin për të larguar nga shtëpia kanë qenë vajzat që e kanë marrë, sepse ajo shkruan, ne vendosëm të marrim dhe mamin, nuk ta lëm këtu mamin që të përballet me ofendime të pafundme nga ana juaj. Që më ka bo më tepër, dhe ato nuk e prisë, ke goca nuk e prisë. Mund t'jenë rrit, po temi që psi asnjë. Dhe se çdo prind ashtu fol po. Jo kështu pa ashtu, çdo prind ashtu fol po. Ti nuk është arritur të kuptoje asgjë këto ditë që ato do largoheshin në këtë lloj forme. Asnjë shenjë nuk është kuptuar. Fare. I dashur, nëse dy vajzat janë duke të ndjekur, çfarë do i thuash nga kjo studio? Po çfarë do i them? Po të bëjnë xhaten. Po telefonin kur unë
Pas këma shumë, telefon, babi, ikëm për të muhabet. Tuk. Pse le letër? Merë telefon. Kam gjithë ditën që i bi. Merë telefon. Tuk. Do shta janë mjaftuar me këtë letër që të kanë lënë? Po, kjo nuk thot asë lloj gjoje, kjo letër. Sepse... Kjo letër thot shumë gjëra, po ju nuk i pranoni. Jo. Ajo letër atje thot shumë gjëra për tjetë, kurse unë po thime për vetë. Kjo letër. Sepse, pse foli vetëm e Zema, se asë gjë nga ato për fëmijët nuk është e vërtet. Po pse nuk përmendit tjerat, që sa janë bo kaq, dorë i erë kur. Që kanë dash, kanë bo. Ishte nëna vetë që thote jo, s'ke për t'i lënë ekskursioni qytë të veçare. Lemë t'i lotë dhe letë. Por bashkërët e sënde, çfarë do i thuash nga kjo studio? Qa t'i them? Çdo gjë e prisja. Çdo gjë më këtë botë e prisja. Çdo gjë. Më po vdekjen e gjitha. Prap s'besota. Unë fol me ty s'besota. Shof letër aty ke ekranin s'besota. Të të putin në orën 2 drekës, të të kap në qafës, të të ledh atu. Unë ato mu. Dhe të nesme nuk i gjenë në shtëpi. është gjë. Nuk e di. Numrat e telefonit të vajzave i kenë në celular. Ndoshta ti provoj me numrin tim? I kanë një vërtet. Janë të fikur si numra apo të kanë bllokuar? I kanë heq fare. Janë të fikur, janë hequr si numra. Që do thotë, nëse janë në Shqipëri kanë ndryshuar dhe numrat. Por nëpërmjet rrjeteve sociale ke mundur dot? Fare. Gjithsesi unë uroj që ato të jenë mirë. Por një ditë do dalin se ku janë dhe padyshim që ti do e mësosh dhe do i gjosh zërin e tyre dhe ndoshta pyetjet që i drejtove nga studio e emisionit Pa i Gjurmë, mesazhet që i dhe, ato do të kthejnë përgjigje. Tani nuk kam asë lloj vlere më, pa atë që bën. Pra, do kam më tjerë nesër, pas nesër, masia nuk kam asë lloj vlere. Por, edhe mjes, po t'ishta shumë meshën telefon, ose kur i mora unë në telefonin apë, tuk. Sa e nuk është fakt me letër, balla vajqo me mu. Fol me mu. Edhe tani, bje telefonit. Edhe folim, balla vajqojna. Pra, ti këtë kërkon. Nëse ato do të dëgjojnë dy vajzat e rritura dhe bashortja juaj që janë larguar nga shtëpia para ditën e sotme, nëse janë duke na dëgjuar të telefonojnë dhe të ballafaqohen me ty dhe të tregojnë dhe arsyen pse janë larguar në këtë lloj forme nga shtëpia. Vetëm këtë nuk ishte forma dur. Po e çdo gjë në këtë botë mos. Dhe këtu ishte. Tip më katër, po më kemë më rrejë. Si asë para, asë funit dhe jo në tjetë. Po jo kështu. Jo në këtë lloj mënyre. Unë jam e sigurt që edhe pas kuintave, kur ato ta ndjekin këtë emision, qoftë dhe jashtetit po të jenë. Po jo, ju nuk e besoni. Unë gjithë një i referohem letrës. Çfarë ka shkruar vajza, që edhe pasaportën ja kemi nxjerrë mamaz dhe jemi larguar nga Shqipëria. Por jam e sigurt, nëse janë brenda Shqipërisë, janë në Tiranë, më e lehtë për të ndjekur Pa Gjurmi dhe do reagojnë. Ju mesazhin e dhat. Unë ta uroj sinqerisht, ne do jemi në kontakt, por unë ta uroj me zemër që gjithçka të harrohet, ato të kthehen në shtëpi dhe të vazhdoni jetesën. Por nëse ka ardhur fundi kësaj martese, më mirë të ndodhi ai divorc, por ti si baba të kesh kontakte me vajza, sepse është e rëndë kjo lloj forme, duke sikur ato janë larguar dhe zgjuar më të kenë kontakte me ty. Edhe po fare më nuk dua as me goca të du kontakt më. Unë du vetëm arsyen pse. Dhe sa e bën këtë veprim, çka kontakti të kemë me ato? I kam marrë që jo më mirë. Por ju nuk e pranonin pa ato arsyen e kanë shkruar në këtë letër pse janë larguar. Po më mirë se thonë me të bomën janë larg. Ju kërkoni që këto fjalë që janë shkruar në këtë letër ti thonë përballë në sy. Po, jo këtu, televizion, po edhe në telefon. Ku të duan ato? Ku duan, ku të kenë qef. Ku të kenë qef. Ti,
Tu. E uroj, sinqerisht e uroj që të ndiqemi nga vajzat e tua. Tash, e gruan, po, debate kanë gjithë, po jo dhunë. Jo dhunë. Ndoshta, jo dhunë fizike, por psikologjike. Kjo, edhe dhunë psikologjike nuk mund të thu se ne tash e dhja tjetër. Ajo njifte mua dhe unë e njifsha atë. Dhe në më tepër këna qenë se vlaj motës sa bërë gru. Më tepër këna qenë vlaj motës se sa bërë gru. Po kjo është menimi, këna mëjnë, s'ma hamene të botë ka jo, është menimi fëmijëve. Fëmijëve që mu të kënë pas të një gjotë tjetër, e s'kan dash me folë, e s'kan dash me ashu, nuk e di që atë thema të jotëra. Nuk e di. Ma mje keq që të ka ndodhur kjo situatë, Po, duke që je i shqetësuar. Mirë fëmijët. Po, kënë kruja, kënë asi lloj dyshim, po, asi lloj gjoja. Por vetëm pak orë le të themi janë që ato janë larguar nga shtëpia dhe unë të këshilloj që ditën e nesme, ndoshta mund t'i drejtohesh uniformave blu, por ndoshta deri ditën e nesme ato mund të telefonojnë dhe pasi transmetimi live që ndodhi sot në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Por mund të flasësh dhe me njerëzit e bashortës për të mësuar diçka, se unë besoj që me dikë kanë folur nëse janë larguar nga Shqipëria. E patet, e thot pa ty, po kena gjetë punë për para, po a thu se i ka nalu njeri. Po, di që se ka napë në e këtë diskutim. Por kush i ka naluje, bëhot. Mirë, nuk do të mbaj gjatë në studio, do të përcjell, do qëndrosh aty, se do kaloj në reklama, do metemi bashkë në kontakt, në orët në vijim, çfarë do lloj telefonate që ne do na vi, do ta përcjellim dhe ta uroj me zemër që të lidhesh sa më shpejt, të flasësh dhe të dish dhe arsyen pse ato kanë ikur nga shtëpia. Mirë, do shkëputemi vetëm për pak minuta dashumish, do të kalojmë në reklama, do rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish për të vazhduar në këto momente me një tjetër histori. Do të flasim për historinë e Yriet Çikopanos, pasi bashortit të saj Anesi premtova që ditën e sotme do gjej minutazhin dhe do ta sjell në vëmendje, gjithnjë me shpresën që mund të marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion për 67 vjeçarin që ka humbur këtu në kryeqytet. Regjia më njëherë më ndihmoi me pasaportën e Yriet Çikopanos, 67 vjeçaria e cila është larguar dhe ka humbur kontaktet me familjen e saj në 15 nëntor të vitit 2023. Anesti, bashorti saj, ndodhet me mua në studio, me njerë dua ta përshëndes. Anest, përshëndetje. Faleminderit. Unë nuk e di se sa herë në ditë vjen pranë ambienteve të Report TV dhe interesohesh nëse kam britur ndonjë informacion. Unë e di që ti vuan. Unë e di që nuk je fort mirë dhe ta besoj këtë gjë. Është vërtet. Por ti t'jesh i sigurt, i dashur Anes, po ta them dhe publikisht që të më besosh, që çdo informacion që do vi për Yrien, ne do të njoftojmë të parin ty. Do telefonojmë ty të parin. Që t'jesh i sigurt për këtë gjë. Dhe patjetër që gjithçka që vijnë për njerëzit e humbur, lajme, informacione, ne i trajtojmë në këtë studio në transmetim live. Këtu nisin kërkimet dhe këtu mbarojnë kërkimet për çdo personazh që ne e marrim përsipër dhe familjarët e sjellin dhe e denoncojnë. Unë dua që të jesh i qetë. Ndonjëherë të shikoj që je i irrituar, je i mërzitur dhe të mirë kuptoj për dhimbjen që ke. Sepse ke ngelur i vetëm, bashorti atë është larguar, ajo ka probleme me shëndetin e saj mendor, fatkeqësisht është prekur nga skleroza, e pavetdijshme, nuk dije se ku ka përfunduar dhe çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e saj. Por jemi të dy sot dhe dua të them që kam britur një informacion. Nuk jam e sigurt nëse informacioni është për Yriet Çikopanon apo bëhet fjalë për ndonjë grua tjetër që ende të rrugëve, por do të jemi pak minuta dhe dua të lidhem ditën e sotme me dëshmitaren. Vetëm do më premtosh diçka, që nuk do qash. Ja. Do bëhesh pak i fort. Jeta është e vështirë dhe ndonjëherë na përplas në skutat më të errta që dhe ne nuk dim se si të ngrihemi, por mbledhin forcat një moment dhe ngrihemi. Unë nuk ma nxë goja, por çfarëdo që mund të ketë ndodhur me fatin e Hyries, ti duhet të jesh pak i fort. Nuk duhet të dorëzohesh. Ashtu qoftë inshallah. Më lejo të jap një kronik që kemi kushtuar bashortes tënde,
Gjithë me shpresin që ata që po na ndjekin në këtë transmetim mund të na ndihmojnë me informacione. Mirë, kush është Hyria Çikopano, dashur miq? Si humbi ajo kontaktet me bashortin e saj Anesti Çikopanon në 15 nëntor të vitit 2023? Do japim pikërisht të material për të marrë më shumë informacione. Zhduke e papritur e të moshuares Hyria Çikopano në kryeqytet më datë 15 nëntor të vitit 2023 ka vënë në lëvizje familjarët dhe stafin e emisionit pa gjurmë, edhe pas shumë informacioneve të mbërritura gjatë transmetimit live se ishte parë në disa zona të ndryshme në kryeqytet, ende nuk është arritur në gjurmët e 67 vjeçares. Ishte mëngjesi i datës 15 nëntor kur pasi burri e grua shkuan në një farmaci në rrugën Dremjeda në zonën e ish-parkut të autobusave, ndërsa Hyria Çikopano i zhduket sa hape mbyll sytë të shoqit. Për shkak të problemeve të shëndetit mendor që e moshuara kishte shfaqur vitet e fundit, Anesti e ruante gjithmonë bashkëshorten e tij ndërsa shpesh e mbante të mbyllur në shtëpi. Por edhe pas këtij kujdesi, Hyria Çikopano gjeti momentin dhe u largua për të mos u kthyer më në shtëpi. Të shqetësuar, familjarët kanë bërë një denoncim edhe në komisariatin numër 2 në Tiranë, por ende asgjë deri më tani. Ditën që u largua, Hyria kishte të veshur një palë tuta të zeza dhe një bluzë gri me kapuç. Me lot në sy, bashkëshorti Anesti Çikopano nuk ka rreshtur së kërkuarit të shoqen e cila për herë të fundit u largua nga dora e tij. Kjo është historia e Hyria Çikopanos, dashur miq, nëna e një djali e cila fatkeqësisht që në kohën e pandemisë shfaqi problemet e para me shëndetin e saj mendor dhe prej vitit 2020 ishte bashorti i saj që kujdesej për Hyrien që mos të largohej nga shtëpia, madje edhe kur ai dilte nga shtëpia, qoftë për të blerë një bukë apo një kos, gjithnjë Hyrien e merrte për dorë sepse kishte frikë ta linte vetëm në shtëpi se mos largohej. Por ajo frikë e madhe që Anesti kishte ndodhi në nëntorin e vitit 2023 dhe konkretisht në 15 nëntor, ku ai së bashku me Hyrien pikërisht në rrugën Dremjeda këtu në Tiranë, po shkoni në farmaci për të blerë ilaçet dhe ajo ju shkëput nga dora, u largua dhe drejtimi është akoma i paditur. U dyshua ditët e para kur u trajtua historia e Hyria Çikopanit se ishte parë në kryeqytet, shumë qytetarë na telefonuan, na dhanë disa lokacione të ndryshme në Tiranë, verifikime që u bën edhe nga gazetarët e emisionit pa gjurmë, por dhe nga i biri i Hyries, por fatkeqësisht ajo nuk u gjet, edhe pse ka kaluar një kohë e gjatë. Nëna Hyria Çikopano vazhdon ende të rezultojë e humbur. Kushdo që ka informacion është i lutur, e them që në fillim të historisë të na ndihmojë me informacione, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. I dashur Anesti, nuk dua të humbas kohë dhe dua të lidhem me një qytetare e cila pretendon që e ka parë Hyrien diku. Kështu që do flasim të dy, do e pyesim të dy me detaj dhe uroj me zemër që të jetë pikërisht bashortja juaj. E kam qytetare regjia, përshëndetje. Përshëndetje. Që nga një zotri. Përshëndetje zotri. Atëherë, unë kam parë një zonjë që më ngjan me të zonjën e këtij zotrisë sot në Fier. Ka kohë që e shikoj në Fier, po sot i bëra edhe një foto, u kam nisur dhe me foto. E kemi foton? Ke dërguar një foto? Po. Atëherë regjia nëse... Po, nëse është mundësia regjia ma nxini me urgjencë këtë foton që ky qytetar nga Fieri ka sjell, ka shkrepur një qytetare. Jo, e kemi parë të njëre. Nuk është. Jo. Atëherë, zonja që ju keni shkrepur, të falenderoj për veprimin që keni bërë, nuk është Hyria Çikopano që kërkohet në studion e Pa Gjurmit. Dhe do ta sqaroj sepse në qytetin e Fierit zakonisht janë 3 gra që janë në situatë rruge, dhe këtë e them edhe nga historia e një zonje të moshuare që ne kërkojmë në Mallakastër, ku i biri bën kërkime në qytetin e Fierit dhe është hasur me këto zonja në situatë rruge dhe ndoshta ju e ngatroni me Hyrien. Ka ngjashmëri, por nuk është Hyria Çikopano. Okej. Të falenderoj, sinqerisht të falenderoj nga zemra. Mirë, pastaj falenderoj juve. Të falenderoj. Të falenderoj dhe për gestin që ke bërë me njërë foto sa e ke parë dhe e ke nisur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Faleminderit. Mirë, sa herë në qytetin e Fierit ngatërohemi, sepse aty janë disa zonja, të cilat janë situatë rruge, ju keni bërë vetë verifikime, djali juaj ka bërë verifikime. Po pra, e di se më ka thënë dhe djali juaj për në Fier, por nuk është Hyria. Ndërkohë, as informacion ju vetë si familjar nuk keni marë.
Asë edhe një. Kush më i vllai që kam, s'më flet. E flet, e s'let. Vllai juaj? Ja, vllai po e kërkon. Por gjithë familjarët kanë ofruar ndihmë për jo. Padyshim. Ka mundësi. Edhe njerëzit e hyries, besoj, janë të shqetësuar që ajo... Të gjithën, e motra që është mbet. E shefën hëndër gjithmonë. Pipa kuj qetësova, nesti pipa kuj të lutem për të qetësuar, ndërkohë edhe ti sa të qetësohesh me kollën, unë duhet të bëj një tjetër shkëputje në këto momente, dua të prezantoj një klip shumë të rëndësishëm, bëhet fjalë për prostatolin dashur miq, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi sërish bashkë live të dashur miq në këto minutat e fundit dhe ishim duke trajtuar historinë e Hyriet Çikopanës, 67 vjeçare që ka humbur këtu në Tiranë në 15 nëntor të vitit 2023 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Me mua në studio është bashorti i saj, Anesti, i cili po më tregoi Anesti gjatë kohës së reklamës së prostatolit që edhe policia tallet me mua. Por edhe policia në tilla situata nuk ka çfarë bëj. Unë jam e sigurt që uniformat blu kanë bërë të pamundrën për çdo informacion që keni dhënë të bërë. Më para, kur ikte, tash ja siç... Sepse në bashkëpunim me policinë kemi qenë dhe ne për rastin e bashortes tuaj, të gjitha informacionet që na kanë ardhur, adresat, ne ja kemi dhënë policisë dhe policia ka shkuar në vendet ku dyshohej se mund të ishte bashortja juaj, por nuk ka gjetur asgjë. Unë uroj që të zbardhit kjo e vërteta, uroj me zemër që të mësohet e vërteta. Ndërkohë, djali, ai çdo ditë kërkon, besoj. Qa bën ai? Ka shpresë nga tjerët. Keni ngelur të dy vetëm dhe ndjeni mungesën e saj. Unë i gjithë ditën në shtëpi vetëm. S'kam ku shkoj jashtë, s'kam fuqi dal jashtë. Dhe mi bloku. Është bërë më e vështirë jetesa juaj. A i më thotë më dilë për jashtë, ku të vetëm më i thëmë, s'kam të katë. Më ka si edhe i ma qokë në shpjeri, me a thë merëm. Por uroj që mos këndodhë asgjë e keqe me fatin e Hyries. Patëm të kemi një lajmë. Dhe unë ta kam premtuar dhe po ta them sërisht që çdo informacion, dhe ndërkohë që më shkruan dhe redaksia që një zonjë nga Tirana ka telefonuar dhe dyshon se e ka parë bashorten tuaj, janë duke folur gazetarët në këto momente me qytetaren, por unë të premtoj që çdo informacion që do vi, ne do a japim, si ju dhe djalit tuaj, që në kohë sa më të shpejt, edhe ju të bëni verifikime, edhe ne, por uroj me zemër mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Ajo është. Edhe i vllai ka kërkuar, asgjë s'po del. As një haber, paktën një haber. O gjallë, o vdekur, se tash njerëz jemi. Anesti, do betemi bashkë në kontakt nëse do një mesazh të përcjellësh, do të dëgjoj. Ti për herë i bën thirrje gjithë qytetarëve këtu në Tiranë që kushdo që e shikon gruan të njoftoj me njëherë policinë. Unë ndihmë kërkoj nga kush do kush ta gjej, edhe do e falenderoj nga zemra kush e gjen. I ndihmë kërkoj. Edhe unë i bashkohem thirrjes tuaj. Kushdo që e shikon Hyriet Çikopanën, këtë 67 vjeçare dashur miq nga Tirana që ka humbur fatkeqësisht kontaktet në 15 nëntor të vitit 2023, mos të hezitojë të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë ose të njoftoj policinë pasi denoncimi është bërë nga familjarët. Anesti, faleminderit që të pata në studio, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit, edhe tash ma bika bull, por çat kam marrë në telefon. Jo, nuk më ke mërzitur, nuk më ke shqetësuar. Di që t'kam mërzitur, se marrë aty dhe telefoni i mbyllur. Pip, 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 pip. Telefoni nuk është i mbyllur. Sa herë që ti ke marrë, gazetarët janë përgjigjur, por ti e irrituar dhe i mërzitur ndonjëherë kur është një telefonat paralele dhe nuk të përgjigjet dot gazetari, por gjithsesi ma bëj kabull, më the. Unë nuk kam atërmbetje, unë e di që ti e bën sepse i dëshpëruar se ke humbur njeriun tënd më të dashur. Madje di e më solli një letër dhe më kërkoi falje dhe mos e bëj më, mos më kërko falje. Ti vjen këtu sepse kërkon gruan. Mirë, do mbetemi në kontakt. Me historinë e Hyriet Çikopanës dashur miq, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.